Përshëndetje të gjithë shqiptarëve, po drejtohem përsëri për ndihmë. Po bëj rreth 3 muaj këtu në Turqi, sepse vuaj nga një sëmundje e rëndë. Kur kam ardhur këtu në Turqi, kam ardhur vetëm për të bërë kimioterapi. Dhe u detyruam të hap një mikrofonë për ndihmë, sepse familja ime nuk mund ta përballonte. Në momentin që kemi ardhur këtu në Turqi, kemi bërë kimion e parë dhe trupi im nuk po stabilizohesh. Kemi bërë kimion e dytë, trupi im përsëri nuk po stabilizohej, nuk po ndihesha mirë. Dhe doktorat vëren një problem që unë kishe dhe u detyruan të bëjnë operacion, sepse doktorat në Greqi kishin punuar gabim. Pas operacionit, kam bërë kimion e tretë. Pas disa ditësh, prap nuk po ndihesha mirë. Dhe doktorat përsëri vëren diçka që në mëlçi. Në mëlçi unë kisha mbledhur ujë, edhe në pankreas, dhe u detyruan të bëj përsëri ndërhyrje, dhe duhet të bëj edhe një ndërhyrje të tretë këtu në Turqi, ka për të bërë dhe 3 kimio të tjera, që unë të stabilizohem, të ngrihem në këmbë, të dal nga spitali dhe të vazhdoj jetën time dhe ëndrat e mia. Edhe një herë ju lutem gjithë shqiptarëve të më ndihmojnë. Zoti ju ruaj gjithë shqiptarëve.